Shkojmë për brunch me shoqjet edhe në supermarket, të harxojmë një çik lekë të burrave. S'ka gjë, edhe lekët tona harxojmë, po në fillim një herë të burrave. Pastaj kur të na mbarojnë të burrave do vazhdojmë me tonat. Siç mund të shikoni aty tani shkova me shoqjet edhe shoqjet morën çokoladë të nxehtë, unë mora kafe, edhe u bëra pishman që nuk mora dhe unë çokoladë se ishte shumë e mirë. Pastaj ja hëngrëm edhe mëngjesin, vezë, patatera, gjëra të tilla që kemi aty në Angli. Dhe morëm një ëmbëlsirë për ta ndarë në fund që të mos e tepërojmë se ishim full, nuk mund të hanim dot më. Pastaj ja ku shkuam në supermarket që thoni se kanë bërë këto gjërat e vitit të ri, o zot sa më pëlqejnë mua. Këtu në Angli i bien që në shtator, po. Edhe këto mos i shikoni çmimet. Jo, shikoni, treguani burrave. Brenda në supermarket ka edhe nga këto unazrat e gjëra të tilla që mund t'i bleni, pse jo? Tani do më thuash 13.000. Qa do bëjmë tani? Jo, nuk vajta për unazën, unë atje, jo, disa gjëra të tjera mora, po më shumë unë shkoj që të shikoj gjërat që kanë sjellur për vitin e ri. Nuk kam filluar akoma të blej, por më pëlqen që ti shikoj. Blem edhe disa gjëra aty që na duheshin, janë këta supermarketet me shumicë, si duhet të kesh kartë që të shkosh në ta, edhe pastaj ja ikëm në shtëpi. Ciao.